Jemi rikthyer me pamjen në palestrën Shani Nushi për ndjekur pjesën e dytë, duelit Beslidhja vllazimi në kuadër të 0-6 të grupit A në Ligën Unike. Po shohim edhe rezultatin e dy çerekeve, përkatësisht edhe pjesës së parë. Në çerekin e dytë më i balancuar tek vllazimi. Kjo e një distancë pak më të madhe në çerekun e parë, por ta mbajë tashmë një avantazh të 8 pikëve. Kur jemi në prag të fillimit të pjesës së dytë. Kasteti dyja skuadra, vllazimi luajti shumë mirë në aspektin e gjueteve për 2, për 3 realizoi vetëm 4 treshe në 14 tentime, gjithsesi një efikasitet i mirë në parket nga vllazimi, krahasuar me kundërshtarët e Beslidhjes, të cilët e pamishin vetëm 7% se përket gjuetjeve për 3, përkatësisht realizuan një treshe në 14 tentime. Tarët më efikas, Bernard me 10 pikë për Beslidhjen, për vllaznimin me 18 pikë Trey Anderson, i cili edhe do ta nisë pjesën e dytë, së bashku me Poloshkën, Azemin, Gjitobo dhe Helms, pesha që edhe nisi sfidën. Anën tjetër Bernard, Hysa, Wikis, Hajdari dhe Garrick. Azemi, bukur çakolla topi, follohet Poloshka. Poloshka. Nuk realizon për 3. Bernard. Garrick, follohet Trey Anderson. Realizon gjuetën në lirë Garrick. Një pamje shumë e bukur me atë mesazhin që edhe e mbart me vete Liga Unike. Jemi një. Helms, gjuan për 3, nuk shënon. Vazhdoni me topin e kthyer Bernard. Vizje shumë e mirë në crossover për 2, nuk shënon. Arjan Azemi. Atrohet me topin, shkel vijen bazë. Topi humbur nga Azemi. Garrick. Provon për 3. Nuk realizon, kishte shkelur vijen. Dy topat humbur nga dyja skuadrat duke shkelur vijen. Pa pika dhe ky aksion i vllazimit. Hajdari.
Grashdani. Garrick. Hysa. Imohet në skrin, pasimi në brendësi. Hajdari nuk realizon në përmison Grashdani. Për 23-27. 4-0 seria e beslidhjes në këtë qerek të tretë. Poloshka. Helms u shërbyer. Anderson Ganash. Helms shkon i vetëm, përdor tabelën, nuk shënon. Grashdani. Garrick. Një tjetër Grashdani, 1-1 me Gjitobo. Nuk realizon topin e duart e Azimit. Helms me Eurostep. Nuk ka faul. Zonë aksioni për beslidhjen pasi mi gabuar i Hysas. Në vëzuar trajneri Bilali që nuk u shfrytëzua kundër zbritje dhe pasi mi gabuar i Hysait. Poloshka. Helms për 3. Nuk realizon. Bernard. Dhe me këm nga Bernard. Poloshka. Pasimi për Gjitobo, realizon nga përsia nga pjesa lyer. Këtë para të Lazimit. Bernard blokohet nga Gjitobo. Do ka dhe pas të ti në këtë lojë. Garrick. Në gjysmë distancë, nuk realizon. Hapa nga Azimi. Brian Bernard. Angle. Brojtje fantastike Azimi. Tjetër të pivjetur. 3-1. Shkoni vetëm Marian Azimi. Mbyll në një 2 hapësh për 43-51. Bernard, pasimi për Grashdanin. Rrien e të lirave, Vincent Grashdani.
Poloshka. Helms. Eurostep, faulohet. Dy gjëra të lira. Dhe zënë gjëhetën e parë Jericho Helms. Të realizoj. Për para Lazimi. Bernard. Lazimi me personale. Engel. Bernard. Provon për dy, nuk shënon. Hajdari. Lufta ati me Helms. Diskutueshëm. Nëse do të mbetet të vllazimi. Grashdani, super lëvizje. Të realizuar, duke mashtruar Walkerin. Poloshka. Dëmohet nga Walker, Poloshka e ruan kontrollin. Topiana është Anderson. Poloshka për 3. Gjuan sakt. Aksioni për Brian Bernard. Për me këmbë nga Anderson. Poloshka në vendin e tij Koshi. Engel. Alimani. Me crossover, Alimani e sulmon Koshin. Bukur realizon. Helms për 3. Sakt. Jericho Helms. Bernard. Bënjë me Walker. Pasimiana, Alimani gjua për 3. I pa fat. Walker është shërbyer shumë bukur nga Azemi me topin në mes këmbëve. Faulohet Jericho Helms. Kuadruat edhe Sinani. Vendin e Anderson. Azemi. Bernard. Faul nga Sinani. Wikis, në tira do t'jem për të.
Beslidja që është lidere absolute në Superligën e Shqipërisë dhe pa humbje pas 16 javëve. Është tjetër në kuadër të këtij grupi përmjet bashkimit dhe Teutës. Në momentin aty është koha që gati çariku i tretë të nis. 42-44 në favorin e Teutës. Van Koshi nuk shënon. Bernard. Nuk realizon Wikis me reboundin në Sun. U të realizuar për 52-56. Helms. Koshi. Azemi mbrojtje mirë angle. Bernard. Hajdari. Wikis. Hapësirën e nën Koshit. Realizon. Vetëm 2 pikë diferenca. Është ofruar beslidja. Azemi. Asmianash. Koshi për 3. Shënon. Shkëputë për sëri vllazimi në 5. Wikis. Bernard. Asimi jashtë Alimani. Selmon Koshin me tabel. Realizon. Për të vazhduar ritmin pozitiv skuadra Beslidjes. Koshi. Walker shërbyer. Sinani. Sinani për 3. Nuk realizon. Fauli në Sun. Nga Walker. Kthehet në lojë Gjitobo, ulet Walker. Realizon Alimani. Azemi. Asimi jashtë, Helms. Koshi. Azemi edhe njërë tjetër. Nuk shkon deri në fund aksioni i tij. Wikis me një punë shkëlqyer defensive. Bernard tenton pasimin, ta themi zhagazi. Nuk shkoi. Sinani insiston vet. Edhe në tentimin e dytë nuk realizon. Bernard. Zero topin jashtë. Angle për 3 për avantazhin. Nuk e gjen. Nisoni për vllazimin. Do të rishikohet situata, ka përmirësuar Gjysari Ertangazhi duke dhënë topin për Beslidjen. Do të kemi challenge nga trajneri Sharin.
Avisohet, Wikis luajti I fundit. Ishte një vendim I dur. I gjyqtarit Fatjan Malevi. Poloshka. Asimilane tjetër të Koshi. Shërbyer Gjitobo. 3 lojtarët e sa bukur hapet. Arpër Sinani. Asiston Gjitobo. Alimani. Gjuaj. Paulur nga Sinani. Të nervozuar banka e Vllazimit. Të përmison vendimin 3 gjuhet e tira do t'jenë, fillimisht I dha 2. Kjo përsëri challenge nga trajneri Sharin. Dy gjuhet e tjera do t'jenë. Vendimi I parë ishte I duri nga gjyqtari Gjoni. Alizon Alimani. Zonë dhe dytën, 700. Koshi provon nga koshi në kosh. Po e pas sukseshme. Fiton beslidhja këtë qerek. Duke afruar rezultatin e vetëm tashmë 2 pikë. Duke qenë triumfatore me 20-14 në këtë qerek. Rikthehemi pas I pauzës shkurtër. Të disa aksioni I pari që këtë katërt nga Kuqëzinjët. Një qerek I
Treti cili I takoj Beslidjes. Këshëm dhe disa prej statistikave. Viti shumë mirë bënte mbrojtje zonale. Skuadra Beslidjes duke detyruar vllazimin gjuan dhe shpesh nga distanca. Që nuk qenë edhe aq të suksesshme. Poloshka nga anash. Shanon! Pas për para vllazimin I zmbar. Hysa. Grazdani. Jonas nga angle. Teti ka buar. Helms. Sinani. Një tjetër të Helms, Ilir Kushi. Roman nga anash. Nuk realizon. Gjitobo luajti I fundit. Bernard. Hysa. Alimani e sërmon Kushin. Nuk ka realizim Grazdani. Pavarësisht që e merr topin e kthyer për mundësinë e dytë nuk e shfrytëzon. Alo Sinani 2 të lira. Do t'jem për të, kështu kjo këmbëzvitje shpejt mes tij dhe Helms. Angle largohet Garrick në vendin e tij. Bernard. Në përnjë me Gjitobo, në viju topi. Hysa. Ka faul 2 të lira do t'jenë. Reldi Hysën. Anderson dhe Azemi do të rikthehen në parket Udet Kushi dhe Sinani.
Azemi. Obianash, Helms për 3, Shannon. Jericho Helms. Garrick. Asimi të Angle, cili shfrytëzon hapësirën në floater, nuk shënon. Helms. Gjitobo, shënon nga përësia. Zero të avantazhi në 10 për skuadrën e Vllazimit. Angle. Nuk realizon. Anderson. Poloshka. Projekt e mirë e Hysas, i cili zgjat duar për ta vjedhur topin. Garrick që realizon. Nisa Zemi aksionin. Gjitobo. Pallon për 3, Poloshka nuk realizon. Hysa. Angle. Garrick për 3. Realizon. 65-70. Afrohet në 5 pikë skuadra Beslidhjes. Azemi gjen Poloshkën. Ka pak sekonda, mbrojtje shkëlqyer e Alimanit. Detekton pasimin e Poloshkës, duke vjedhur topin. Duke dhënë mundësi Beslidhjes të afrohet. Wikis. Garrick. Angle për 2. Nuk shënon. Helms thjesht dhënon topin te Wikis and 1. Realizon duke qeni fauluar. Azemi. Anderson. Kushi. Shërbyer Gjitobo. Pasimi për të Helms shumë i fort. Garrick me mundësin. Për të barazuar rezultatin, eventualisht kalojnë avantazh. Hysa. Angle do të provoj avantazhin. Nuk shënon. Rëndësi është për Anderson, faulohet. Kemi time out nga kryetrajneri Jeronimo Sharin. Skuadra e Beslidhjes po bën më interesante këtë sfidë duke bërë një seri shumë pozitive në minutat e fundit.
Edicioni 4 në total I Ligës së Unike që po e mban zhvillimin e saj nga viti 2020 kur debutoi kjo ligë. Edicionin e parë fitoi Ylli në finalen ndaj Pejës. Pastaj në edicionin e dytë Peja triumfoi ndaj Yllit në finale. Nga vitin apo edicionin 2022-2023 nuk u mbajt shkak I tërheqjes së skuadrave nga Shqipëria dhe edicionin e fundit e fitoi Trepça ndaj Yllit në finale. Tre kampion të ndryshëm. Helms. Opjanash, Anderson nga baseline. Shanon, faulohet. Pikët pranohen, se si fauli në sulm. Jason Gjita po me faulin e past. Preashtohet nga loja. Se ishte shumë e vlefshme për vllazimin pranoheshin ato 3 pikë. Hysa. Wikis. Blokohet nga Walker. Në mesin e 3 lojtarëve, Wikis. Nuk realizon, Hysa. Bullet koha. Azemi. Anderson përsëri nga pozicioni I njëjtë. Tjera do t'jenë për Garrick. Kthehet Bernard, të Hysa. Koshi. Gjuan për 3 dhe shënon. Bernard. Dhe mira Azemit. Një time out nga krye trajneri Bilali.
doesn't matter where he is. And then the defense come here, he's going to go like a truck, he's going to make offensive foul. Just come on the time, okay? So close the middle, come on the time, he's going to hit you, it's going to be offensive foul. 24 seconds, guys, 24 seconds. He's switching every ball screen, okay? All 5 plays. If we are, let's say, Fanto have a mismatch with the Gary, because this guy number 0, is going out, try to push him one side and let's we go next, okay? Okay? So don't let the player shake left, right, center. In offense, he goes on 1. Okay? Bernard. Dhe vjen topin Azemi. Anja tjetër Bernard. E mira Azemit. Bernard. Bukur lëviz. Pozicionohet dhe gjuan për 2. Shannon. Brian Bernard. Helms. Azemi, fantastik me mbrojtjen e Alimani. Pasigurisht gjyqtarët vendosin ta shikojnë Fali ishte I Azemit, sipas gjyqtarëve. Gjoni dhe Malevi. Arizan Alimani. Azemi. Për një me angle, Azemi. Tenton shkoj vetëm, Kushi. Do shikojnë edhe këtë situatë. Çështje e kohës.
të reduktohet në 6 sekunda. Special, Johnny. Ose nuk I kishte prekur harkun topi, ndërsa në semafor ishte ripërtrir koha prej 14 sekundave. Helms. Faulin Helms nga Limani. Ishte fauli fundi që kishte përdhënë skuadra Beslidjes. Special. Anderson. Azemi. Anderson për 3. Nuk realizon. Helms, fantastik. Pozicionohet në kosh dhe me follow-up. Shënon. Angle dhe Bernard. Garrick. Në moment nuk shënon. Anderson. Pasim I te Helms. Shërbet Walker. Aksioni fantastik. Time out nga Bilali. 73-80. 4 pikë të shpejta të vllazimit. Let's go. Through push. Through push. Set screen. Hand up. Okay. Here. Set screen. Go here. Set another shot. Just. Take a shot. All the way. Run and score. Okay. Hey, we are running fist on defense, man to man. But we have to be aggressive. Go for rebounds and box out. They cannot get offensive rebounds. Go. Push weak. 3-4. Next up. Nisë aksioni Beslidjes. Bernard për 3. Nuk realizon. Anderson me topin e kthyer. Azemi. Vizit të mira këto. Azemi I vetëm vallëzon në mbrojtjen e Beslidjes e përmirëson Antoine Walker. Bernard. Angle. Nuk realizon. Helms tërgohet I pakujdesshëm. Nuk arrin të bani topi siç duhet. Udani do t'i ngadrohet me të Angle. Një të dhe Alimani. Në të Brian Bernard. Në minute 12 sekunda kanë betur. Dhe këto projekcione se si përshkon në kjo sfidë. Në marrë parasysh fitore në Yllit ndaj Vllaznis. Në të Sigal Prishtinës ndaj Tiranës. Vllazimi pra si vendi pari I grupit A. Do të jemi vendin e dytë të grupit B. Në këtë rast Sigal Prishtinës. Cila me 4 vitore dhe 2 humbje mbyll ocirin e saj. Një sikur se Ylli, mirë po që ka kosh averazh më të mirë. Dhe Ylli do të ketë përballjen me Beslidjen në gjysmën finale. Rizan Ajdari.
Koshi. Walker. Koshi për 3. Shannon. Dhe këtu epilogu sa përket kësaj sfide. Fauli Helms. Vllaznimi arrin ta kontrolloj shumë mirë këtë sfidë. Të shikohet situata, janë duke diskutuar gjyqtarët. Duke prekur në topi fillimisht tabelën. Do ta rishikojnë. Do tjetë vetëm faul me 2 ekzekutime. Kujtojmë edhe aktorët kryesor për momentet të kësaj sfide. Helms dhe Anderson që të dy me nga 21 pikë për skuadrën e vllazimit. Që të dy me nga 3 treshe. 1 pikë Koshi dhe 10 Gjitobo. Këtë buton pikë 2 shifrore të Beslidhja. Efikasët me 13 Alimani, Wikis dhe Bernard me nga 12. Azemi umbë topin. Rodani e pat besur në çfarë nuk shënon. Në vërtet nuk i beson syve Bilali, trajneri Beslidhjes, se çfarë kapiteni. Nuk realizon as të këtë flotër. Koshi e ndalë aksionin për respekt. Skuadra e vllazimit arrin triumfin ndaj Beslidhjes për të marrë vendin e parë në grupin A të Ligës Unike me 5 fitore dhe një humbje dhe për ta vendosur një përballje gjysmëfinale ndaj skuadrës së Sigal Prishtinës. Beslidhja në anën tjetër do të luajë ndaj liderit të grupit B, skuadra e Syllit, pra këto do të jenë 4 skuadra që do të synojnë trofeun e Ligës Unike. 75-85 rezultati përfundimtar në favorin e vllazimit. Ishte kjo tëra se përket këtij transmetimi, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë do të dëgjoheshim në transmetimin tonë të radhës.